në çfarë na fut, çfarë obligimesh na fut. Sepse një gjë është më bë pjesë ku di unë Po ne se dim, zoti Rama ndoshta e di. Jo, po ne çfarë dim për media, se ai se dinte, se ai se ka ditur që ishin edhe 50 tjerë. Se jam i sigurt, po ta dinë që edhe 50 tjerë kishin marrë një letër, do të kishte shpërthyer me atë ekzaltim. E të përpiqet pas të riparonte ditë të tjera. As për 1 miliard që nuk e ka ditë, ka surprizë. Po, kështu që nuk e ka ditur. Dhe ai është një dëshirë e tij që u ashtu, edhe ai pastaj e thuri sipas qefit. Por problemi që kemi me thelbësorët për të kuptuar është që në kjo nisëm është shumë e dyshim. Së mos për dikë që merr vesh nga pastaj një mjaftueshëm institucionet ndërkombëtare, të drejtë ndërkombëtare, parimet që kanë ndikuar dhe diktuar botën në këto vite. Dhe mund ta ekspozoj Shqipërinë ndaj dëmtimit me partnerët e Bashkimit Evropian. Sepse ky është erdhi moment ku dhe Britania, që është aleata më e ngushtë e Shtetit Bashkuar Amerikës historike, është pozicionuar pro Danimarkës për çështjen e Grenlandës. Pra ky mund të jetë një asnjë momenti që thua ti ke premtuar do jesh pjesë e Brukselit, por befas po bësh pjesë me to kapriçe personale. Kjo është e para. Okej. Po kush na intereson më shumë, marrëdhënia me europianët apo me amerikanët? Është tjetër bisedë kjo. Po marrim të parën një herë, që është thelbësore, pra që kjo nuk është diçka që për të ekzaltuar për qefit, sepse është shumë e komplikuar, na dëmton. Le që nuk dukem seriozisht njerëz, sepse figura që e kanë postuar në Facebook është presidenti Guatemalës. Nuk është një gjë për të krenuar që edhe ai Vietnamit që e postojnë. Por pa i diet si mbështetës si verbër Milei. Bielorusia po. Po edhe Bielorusia. Por çështja kryesore është aty flitet për një protektorat të ri, dhe një qeveri tranzitore që do marrë role, do përfshihet në korporata, në biznese që mund të nuhasi dhe të mbijë era korrupsion. Pra në sytë e partnerëve tanë evropian, kjo duket pa dyshim. Tjetër, mund ta ekspozoj Shqipërinë në pozicionim gjeopolitik jo parimor, sepse nëse ky bord imponohet pa përfaqësues të Gazës. Pra ti nuk mund vesh në vendin e tyre pa ata. Me ju imponu nga sipër. Kjo është neokolonializëm, që ishte pyetja që bëra David Phillips. Dhe ty mund të portretizohesh dhe projektohesh si pushtues. Qose imponohesh pa prezencë, mirë kuptim të palëve që jetojnë atje. Dhe kjo mund të ekspozoj, ashtu siç na ekspozoi neve në sulmin më të madh kibernetik të bërë ndonjëherë në shteti, për shkak të Mekut dhe paaftësisë son për të menaxhuar ata, dhe paaftësisë son për të monitoruar që ata ishin duke të marrë veprime agresive nga territori i shtetit shqiptar, tërësisht në kundërshtim me ujdin e pranimit tyre, dhe duke prerë në besë shtetin shqiptar që i mikpriti, se e përdoren si bazë për sulme dhe jo si vend, si streh për mbjetuar, siç ishte plani paralelës, dhe kjo mund na ekspozoj neve në një betejë dhe një lojë ku sa kemi takati. Pa llogaritur pastaj që ata mund të shkojnë 1 miliard, ata mund të kërkojnë për shembull. Po nuk do ketë pagesë të Rama pra. Mund të mos e kërkojnë. Është gënjeshtër kush thotë që ka. Ajo s'është vërtet se vetë shtëpia e Bardh nuk ka thënë që është gënjeshtër, përkundrazi. O e kemi statutin që ka qarkulluar tani. Tani ajo është pjesë. Unë kam vetë. Ma nxjerrni edhe një reagimin e Ramës. Por dëgjoj pak që po thosh unë. Është statuti. Edhe sikur mos ta kërkojnë. Shikoj, atë në statut thuhet. Vendet e përhershme 3 vjet e kanë. Përveç ata që pagojnë me 1 miliard tani. Dhe problemi është edhe po të kërkojnë edhe po kërkojnë zotime të tjera. Qoftë zotime ushtarake. Po mos e ka fjalën për bordin e ngushtë. Edhe po të kërkojnë zotime ushtarake. Më fal. Ata që do paguajnë. Më fal, e kemi statutin që ka qarkulluar. Ai që ka qarkulluar, bashkë me letrën e dërguar. Dhe ka dalë për shumë media. Por pyetja është, Ju lutem regjia edhe një reagim në Ramës. Jo, nxjerr statutin regjia. Bëj gërmoj pak punë hulumtuese me gjithë statutin që qarkullon. Sa është më serioze se sa reagimet e Ramës që janë jo serioze, duke sulmuar median. S'keni pse jeni për propagandë juve. Sulmet që bën ai në mënyrë të ulët mediave që mendojnë ndryshe. Jo, dua të Jo, nxjerr statutin një herë. Nxjerr statutin, po desha japun linkun. Por mbarojmë të parën një herë. Tu kemi një situatë tjetër që Pra çfarë thot statuti, ma thuaj edhe një herë, që çdo vend do paguaj që antarët e bordit. Po. E kanë 3 vjeçar për ta vazhduar, duhet me përjashtim të ata që kanë mbi 1 miliard. Pra aty ke 2 shtresa të privilegjuar antarës e jo. Ajo që tha zoti Philips, si një version i klubit Mar-a-Lago. Jo vetëm kaq. Por shqetësimi është edhe po të kesh obligime të tjera, se këta do marrin rol, nuk do fal një bord këshillimor. Këta do marrin rol ekzekutiv, administrativ, do merren me siguri, do garantojnë 1 miliard është, $1 miliard. Ola, më dëgjoj momentin. Se mos gjelim të numrat, mund të na kërkohet me u përfshin në një konflikt, me garantu paqe. Në mision humanitar ose vendit të rendit ose që çfarë duash. Që është na vën sforcë s'kemë kapacitete, domethënë se, për çën krisi qert. Se tani ushtrin po shikojmë edhe përmbytje, edhe zjarr. Domethënë shikojmë kudo ushtrin e shkret të sfilitur, edhe e dim që
S'kemi burime njerëzore, thoni. Pas kapacitet sepse neve 3 vjet, 4 vjet rresh kemi marrë helikopter me qira për fikur zjarret. Ose kanë ndihmuar me fundantari NATO-s, kështu që po dakord, ne po them situatën që jemi, kështu si jemi. Se jemi të shumë gjëra të tjera në letra. Pra situata është shumë më serioze se sa thjesht përfshirja në një nisëm. Bile, domethënë është shumë më komplikuar dhe na vën pikë pyetje aspekte të tjera shumë të rëndësishme, se në fundit Trumpi është një administratë. Mund erdhi Joe Biden nga organizata, më falni sekond. 31 organizata utëroi Trumpi nga OKB-ja. OKB-ja dhe në përgjithësi në marrëdhënie ndërkombëtare, multilateralizmi është çështje mbijetese për shtetet e vogla. Multilateralizmi është arritje më e madhe e shteteve të vogla. Është në interesin shtetëror të një shteti të vogël si Shqipëria, me mbështet sy mbyllurazi, pa ekivok, nismat multilaterale dhe organizata multilaterale që bazohen në të drejtë ndërkombëtare dhe jo në humore liderësh që kanë luhatje. Pra në këto raste, interesi ynë i ngushtë është dhe drejt për drejt i shtetit është që ne me u pozicionu qartë për të drejtën ndërkombëtare dhe OKB dhe jo për shkak për një simpati personale ose për një qarkullim të lideri këtushëm, neve të heqim dorë nga obligimet ndërkombëtare, por edhe nga zotimi ynë për të qenë pjesë e këtij rendi liberal të drejtës ndërkombëtare dhe institucioneve ndërkombëtare. Pra kjo pak është shumë komplekse se sa thjesht i pëlqej, po më thënë shtëpi të bardhë, po më thënë shtëpi të bardhë, po marr certifikat unë, po i bind sa mbështetës së mi që nuk janë përshpëtuar. Po nëse është e vërtet ky lloj interesi që solli në vëmendje zoti Peka, ky lloj interesi kaq i ngushtë, a mund të prevalojë edhe mbi këto rreziqe që ne mund të na kanosen? Ne jemi vend mysliman. Qoftë në marrëdhëniet me institucionet ndërkombëtare europiane, me shumicë absolute me besimtar musliman. Që jemi shembull i bashkëjetesës. Vend pro NATO, super pro Amerikan. Ja shtojmë dhe listën, por dhe figurativisht jemi vend simpatik në atë listë. Domethënë, a pa dyshim që ka interes të Bashkëkohorikës me na pas neve pjesa asaj gjëje. Dhe nuk besoj vetëm se jemi simpatik. Apo jo? Për të lista shumë se për të lista. Po unë e gjykoj kështu. Vetëm se jemi simpatik. Apo sepse ne e lëshojmë territorin ton sa po të shpjegoj listën. Jemi shumë pro Amerikan, jemi shumë të gatshëm me investu për këtë marrëdhënie dhe padyshim që kemi një lider i cili është i dëshpëruar për certifikim ndërkombëtar në kushtet ku kemi Eurochat, Sky, Europole, Europol, Eurojust, ato që po vinë tek neve. Pra të rrethana është shumë territor shumë i lehtë, i menaxhueshëm, i administrueshëm edhe i ndikueshëm. Por ne do shtrojmë pyetje, të paktën përse jemi këtu me që kemi s'na ke thirrur për berber, për analist në këtë thirrur. Me që dim si funksionon marrëdhënia ndërkombëtare, si funksionon institucionet, si funksionon drejtë ndërkombëtare, të kuptojmë që kjo gjë nuk është aq serioze, kupton? Edhe kërkon një lloj për te debatet edhe banalitetet e përditshmërisë, kërkon që ky shtet të tregojë pak seriozitet, sidomos ndaj Brukselit dhe partnerëve të tjerë, për treguar që për mbijetesën një lideri politik nuk jemi të gatshëm të heqim dorë nga themelet të prezencës së Shqipërisë në arenë ndërkombëtare.